Përshëndetje, mirë se erdhët në program. Programi 200 gjatë gjithë vitit ju ka sjell debate dhe intervista që kanë të bëjnë me rëndësinë e zhvillimeve që prekin direkt interesin tuaj. Dhe ngjarjet e dramatike shënoi viti, madje edhe prej tyre që do të mbajnë peshën e historisë. Zhvillimet rreth 27 prillit apo dhe marrëveshjes së Prespës do të vijojnë të diskutohen edhe vitin që vjen, por edhe shumë vite të tjera me siguri. Por nëse kemi mbuluar për plot politik, mbase në fund të vitit dhe me të drejtë, do të duhet të kushtojmë vëmendje edhe për fushat e tjera. Jeta ka më shumë se politik. Viti për shqiptarët ka qenë me përplot suksese në fushën e artit, sidomos në muzikë, në atë të popularizuarën. Por kjo s'ka ndodhur rastësisht. Si çdo gjë është së ndërtim. Dhe nuk ka askush që nuk e pranon ose që nuk e shpreh respektin se këtë kala muzikore e ka ndërtuar dhe vijon të ndërtoj grupi i famshëm Elita 5. Vetëm 2 ditë më vonë do të jetë koncerti i përvjetorit të 30 të karrierës së tyre. Nga revolucionar, ata tashmë janë legjendar. Është një nga grupet më të famshme dhe sigurisht të gjithë e dinë se vinë nga Tetova, por që ka mbuluar me ndikim të gjithë shqiptarët kudo ku janë. Dhe kam kënaqësinë që në intervistën e fund vitit i ftuar të jetë Arif Ziberi, lideri i grupës Elita 5. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, faleminderit për ftesën që më bë të jem pjesë e emisionit tuaj. Zakonisht në këtë karrierë rin politikan këto vitet e fundit, si ndjeni? I friksuar apo? Edhe unë atë mendoja çka kërkoj unë këtë tash po. Në fakt, arsyeja pse jeni ju këtu është sepse, ashtu si thash edhe në fillim, po bëni historinë dhe në fakt të gjithë ndërtojnë shoqërinë tonë dhe muzika, arti është pjesë e jetës tonë. Dhe mendoj që duhet të respektohet kjo gjë apo jo? Sa ndjeni të respektuar, ja ta bëjmë pyetje ndryshe? T'ju them të drejtën, gjatë gjithë karrierës tonë ne kemi krijuar një emër me atë bagazhin tonë që e kemi dhe besoj se kemi qenë të respektuar nga publiku jonë, nga popullata, pasi që e vërejmë se puna jonë vlerësohet dhe atë që kemi bën populli ose publiku e vlerëson. Do të thonë ndihemi të vlerësuar me të vërtetë. Sigurisht do t'i bëjmë një retrospektiv gjithë karrierës edhe për ata që ndoshta nuk e din që janë breza më të rinj, se ma merr mendja që nuk ka njeri që nuk ju njeh në Maqedoni dhe më gjerë, sidomos te shqiptarët, por duke pas këtë ndikim, Arif, duke pas këtë popularitet, a nuk mendoni se ndoshta do duhet të jeni më aktiv në shoqëri përtej muzikës, me qëndrime, me kritika? Ja pak para fillimit të programit folnim për këtë momentin e kritikës. Politika zakonisht kur kritikohet, kushdo që të jetë, ka një lloj të kurjeje, me njerë mendojnë se je kundër atyre direkt. Po juve, si muzikant, si njerëz që keni kontribuar kaq shumë në shoqëri, mendoni që mund të ishit më aktiv për çështjet e rëndësishme? Besoj se kemi qenë aktiv në atë pjesën që na takon neve. Pasi edhe ne kemi qenë, të themi drejtën, përkrahas ose votues të ndonjë partie politike, normal që ta bëjmë punën në gelet atine, që ta bëjmë punën atë që o kemi dhënë ne, që të na përfaqësojnë sa më mirë. Besoj se ne artistët, muzikantët nuk e kemi vendin në politikë, sepse këtu të ne në Maqedoni është pak ndryshe. Kurse në Shqipëri kemi qenë edhe pjesë e fushatave, po kërkush besoni deri sot në Shqipëri se më ka thonë pse ishit kënduar, ne shkuam shfaqim koncert. Krejt kanë ardhur. Kurse në Maqedoni është, nëse shef me një fushatë në një partije, thotë ti jemi atje dhe nësende dhe pak jemi larguar. E kam fjallën edhe nga aspekti, për shembull ju jeni muzikant të famshëm, me sukses, pak a shumë ndoshta edhe të çliruar prej këtyre ngarkesave. Mendoni që do të duheshte të ishit më të zëshëm për problemet që kanë shqiptarët në Maqedoni? Ty dëgjohet zërit? Nazmi, unë kam qenë shumë i zënshëm për çdo protestë që është bën, në Tetovën time, flas. Ndash për ndotjen e ajrit, ndash për këto bastorët, për krajet studentëve, kam qenë i zonshëm edhe prezent, kam qenë çdo herë në ato ku e kam pa të arsyeshme se duhet të jem, ndoshta me atë ndikimin edhe aq të vogël që mund ta kem, kam qenë dhe do të jem gjithmonë. Do të jem sepse edhe ato që i kanë organizuar kanë marrë mendimin tim dhe kanë vlerësuar që unë mund të kontribuoj në atë ku e kam pa të arsyeshme se duhet të jem, kam qenë dhe do të jem.
Ju kritikon politika për këtë, kështu kur merrni qëndrime? Se sigurisht jemi vende të vogla, apo njihemi të gjithë njëri me tjetrin, por kur shprehim kështu ja qëndrime që ndoshta nuk është në interes të atyre, ju kritikojnë kështu? Kemi shok që edhe hapin debatet të tilla, kemi shok politikan që hapin. Bile para emisionit ju thash një rast, një politikanit, mos ja zot tash emrin, i thash pse ju politikanit edhe kur ju kritikon dikush, ju thoni ki qenë kamat, ndonjëherë duhet të pranosh edhe kritikën, se ndonjëherë edhe kritika është e mirëseardhur, se edhe ne bëjmë albume, bëjmë këngë, nuk na lavdron çdo kush jep ndonjë kritik, që thotë ka mendimin e vet dhe ajo kritika është shumë e mirëseardhur te ne. Okej, do t'ju pyes edhe për këtë, sigurisht, që ka opinionet të ndryshme, shijet janë të ndryshme, po për ta mbyllur me këtë momentin, në fakt, do kisha shumë dëshirë të ishit krejt këtu, gjithë antarët e grupit. Për fat keq ato. Pak me hile, ndoshta edhe mua, po edhe publikut na i bëni, me gjithë atë kemi mirë kuptim të plot, sepse është koncerti, edhe do t'i përmendim të gjithë, sigurisht që regjia edhe do t'i luaj pjesë historike të këngëve që paka shumë edhe të shohim zhvillimin tuaj si ka qenë. Megjithatë, antarët e grupit janë Agron Idrizi, Mevaip Mustafi, Besim Ibrahimi, Nexhat Mujovi Virusi, Valon Gashi dhe sigurisht juve Arif Ziberi. Dhe tani, pse nuk ishte gjithë grupi këtu? Hajde ta diskutojmë. Drejtën, ne ishim me një eveniment në Tiranë para 2 ditëve, ashtu që na ngeli shumë pak kohë për të ullë, për të pak punu, për të fresku diçka çka duhet. Koncerti është i veçantë, nuk është si shfaqje tjera, dhe duhet pak me seriozitet të marrim punët, ato për momentin janë në prova, sepse jashtë grupi që do jemi në skenë 6 vetë do të ketë edhe 4 tjerë që do t'jenë jashtë grupi që bek vokale, gjëra tjera, që duhet edhe me ato me i koordinu punët, ato ngelen të punojnë, unë do t'ju bashkangjitem pak më. Tani, një burimi imi që shumë pranë jush, që nuk e tregoj edhe unë kush është, sepse kështu më thanë, tregojnë që grupi ka shumë emocione, dhe sidomos përgjegjësi të madhe, madje disa skeptik thatë s'ka mundësi Arifi të vinë në intervistë, është e pa mundur, sepse 2 ditë para koncertit është në panik, po pyetja që ka mund që ta kuptojnë të gjithë është, në fakt është përgjegjësia, po jo? Shumë përgjegjësi, pasi që ja them të drejtën, nuk jemi grup që i marrim punët tash shkele shko. Jemi që kërkojmë shumë nga skena, nga zërimi, nga gjëra tjera që t'jemi, sepse është e shfaqje që çdo kush do vihet të shikojë diçka. Nga grupi Elita 5. Ashtu që përgjegjësitë janë shumë të mëdha, emocionet janë shumë të mëdha, edhe pas 30 e sa viteve që kam pas koncerte, mbrëmje, trema është të une prezente, ashtu që besoj të dalë shumë mirë edhe pse emocionet janë shumë të mëdha. Dua ta di, për shembull, si ndodhi dhe si u bashkuat 30 vjet më përpara. Ja ka do pamje, sigurisht regjia i jep edhe ju normalisht keni ndryshuar me vite, po 30 vjet nuk janë pak, apo jo? Si ndodhi që kishit, mendoni që do ishit kaq të famshëm dhe kishit kaq ndikim? Jo, them drejtën kur. Ne jemi takuar pasi që kemi qenë, përveç virusit që është më i ri se ne kemi qenë të gjithë një gjenerate, kemi mësuar një shkollë gjimnasë, kemi filluar si hobi, kështu si një dëshirë madhe për muzikën, po ja mbas disa viteve, në me thonë, u kompletuam dhe në u bo profesion, edhe e murëm punën me shumë seriozitet, po duhet të them se çdo gjë nuk është varga ne, do me thonë ne bëjmë muzikë, bëjmë koncerte, ngelet publiku që tjetë ai se do të pranoj apo jo, jetë gjatësin në muzikë të cakton publiku, jo vetë. Ne duhet të bëjmë punën si duhet, sigurisht, megjithatë kur publiku të mbështet, tregon që keni pas një vizion, ndoshta. Kush kanë qenë modelet tuaja atëherë para 30 vjetësh? Si kush do një të bëheshit, për shembull? Kemi pas idolet tonë, do me thonë, kemi jetuar një kohë. Për mua, për shembull, ka qenë grupi botnor Bon Jovi, që gjithmonë e kam adhuru, vazhdoj të adhuroj. Ka qenë ajo stili atyne, ka qenë ajo performansa atyre, tash jemi larkë atyre, jemi ma konkret,
pas që grupet botnore dalën shumë nga grupet tona, kemi pas përvojnë. Unë nuk pranoj, unë me thënë të tëne nuk e pranoj këtë modesti. Mund të diskutojmë a na pëlqen, a nuk na pëlqen lloji muzikës, sepse shihet janë të ndryshme dhe kjo është në rregull. Megjithatë, në qoftë se kishit qenë në Angli, në këtë 30 vjetorin, jam i sigurt që mbretëresha do t'ju shpallte Sir, do t'ju jepte titullin Sir. Në qoftë se ishit në Amerikë, në çmimet Grammy, do të merrnit me siguri çmimin historik ose të vlerësuar. Ne nuk i kemi këto ceremoni, po kjo nuk do të thotë që jeni më pak se ata. Këtë dua të them. Nazmi duhet ta pranojmë se në vitin 2001 kemi qenë koncert me Scorpionsat, grupin madh botnor. Kemi qëndruar me ato 3 ditë në hotel, edhe kemi pa atë, do me thonë se qëfar njerës, janë njerës shumë të thjesht, njerës jo krasim nga ne. Bile ato që veshnin bluzat në hotel, unë shpesher thoja kompleksit që i kemi ne, unë nuk kisha vesht kur fleje, jo ma, po ato nuk i kanë ato kompleksit. Do me thonë të ne ishtë total një qëtër, ishin shumë komunikativ, jo njerës që të ne për fat të kesh dikush arin një kulm dhe thotë une po skatje. Me thonë mësuam diçka nga ato, se duhet të respektohet puna si pun, je njerë si gjithë tjerët dhe kjo është. Me thonë, kemi pas përvoja, po duhet pranojmë se jetojmë Balkan, veprojmë Balkan edhe të gjithë ne kemi dalë, kemi pa jashtë, vlerat e një artisti ndryshe vlerësojnë jashtë saktu. Çfarë do kishit dashur për shembull të vlerësohesh? Tash pyetja është pakës e vështirë, din se e kuptoj që kur ta bën këtë pyetje tash do flasësh për veten, ndoshta është pak delikate, por në këtë kontekst për shembull, koncerti do bëhet dhe sigurisht që është i rëndësishëm, po botimi i këngëve edhe një herë për shembull. A nuk do kishit dashur një gjë të tillë ose një nismë nga institucionet? Që them e këtë duhet të them, pa qëtër duhet të them, se për 30 e sa vite karierë, çdo gjë që kemi bërë dhe krenoam, atë kemi bërë me mjetet tona. Dhe me thonë nga institucionet, kur gjë s'kemi kërkuar, jo se s'na kanë dhënë, s'kemi kërkuar, kemi bërë me forcat tona. Bile njënit i thash shko shif në Ministrinë e Kulturës, a ka ndonjë projekt apo ndonjë kërkesë nga asnjëherë s'ka pas. Edhe ky koncert bëhet me mbështetjen e komunës, po gjërat tjera organizative për teknikën, për janë, do me thonë, gjithë tona që i kemi marrë, që dalë sa më mirë, nuk jemi nga ato se, me thonë, ne kemi bërë çdo gjë me mjetet tona, me forcat tona dhe jam krenar, për atë që kërkuj nuk i përkulen, ti them se. Po, kur ju jepet ky respekt, tani ne kur krenohemi me Elitën 5, krenohemi me disa artistë të tjerë, me sportistë të tjerë, sigurisht apo, do me thënë, në këtë kontekst shtu ndërtohet shoqëria jonë. Mendoj që, ose edhe jua, mendoni që do të kishit dashur për shembull një nismë të vinte spontane nga institucionet, nga ata që punojnë për këto dikastere, pa nxitur, do me thënë të vlerësojnë edhe ata gjithë këtë punë. Do të ishte mirë, po deri sot nuk ka arrit një gjë e tillë, pas që unë kam pas... Do shta e ka ne për 40 vjetorin? Ta shpresoj. Unë t'ju them drejtën, kam taku tash një këngëtar në studie pata rastin nga ona tjetër, nga përkatësisë Maqedone, kolega jonë, s'ka lidhje, him bisedë edhe unë, a i ka bëtu një këngë ti, edhe unë e për e pyes, thash më falë, punon dikun ti, jo tha profesionalisht, po si, thash bjeton, jo tha unë si artisti merituar nga shteti marë edhe sigurim edhe rock. Me thonë, kur mund një artist me 2-3 këngë, me thonë, nes jemi të përfirull as pak. Pse? Se di. S'jom interesu për atë. Po, tashi, ndoshta kështu, nuk jeni interesuar direkt, po me gjitha të, a jemi mbytur me shumë politike dhe nuk i shohim këto gjërat e tjera? Ajo është, politika është po çështje pashmangë. Përse edhe kjo duhet të jetë politik, në fakt, arti duhet të jetë politik, kultura duhet të jetë politik. Po, s'mundesh, për shembull, nuk mundesh të ikish politikës. Kudo që rrotullohesh në kafe, ose politika është bo tema e përditshme e çdo njeri, qoftë artist, qoftë i thjesht, me thonë qytetare, ajo është bo. Jemi bo gjithë pjesë politikës se na e ka imponu dikush, do me thonë, dhe se një shmangesh politikës. Po si do që t'jetë, presim ditë më të mira për ne artistët, në përgjithësi, jo veç për Elitën 5, kemi ne artistët dhe qertë shumë të mirë që...
Po, këto pyetjet, sado që të duken kështu pak spontane, pak të thjeshta, megjithatë janë të rëndësishme sepse një brez të tërë, brezat të tërë janë dashuruar me ju, brezat të tërë janë ndarë me ju, brezat të tërë janë pikëlluar me ju, brezat të tërë janë bjetuar, apo me gjithë ato këngë, me gjithë ato vargje, dhe vlerësimi do duhet të ishte i natyrshëm, do të kisha thënë. Unë kënaqem kur më vlerëson populata, të tova ose ku shkoj e imja. Unë dalë mëngjes pi kafe dhe kënaqem kur se cili më thotë, nga që të arif, ku je arif, shka je, ajo është kënaqësia me madhe për mu, për tash institucionet, s'mu më ndikojmë ne, duhet mjerët në një iniciativë, ndoshta prej qeter ku. Po institucionet janë vetë njerëzit në fund të fundit. Po, njerëzit për tash... Edhe kjo duhet të jesi një kritik për ata, apo a thamë që duhet i kritikojmë pak, edhe mos ta marrin personalisht. Tash ungelet atyre edhe se thash ndoshta edhe ne kemi qenë pak ma, nuk kemi qenë aktiv në atë. Se di, kemi punu punën me, thash, me gjithë e kemi bo vetë, kemi pasë vetë mundemi çdo gjë, nuk kemi bazuar në institucione, nuk kemi qenë, se di. Hajde të fillojmë pak historiku, ne përmendëm pak më herët që 30 vjetë keni filluar më përpara, po e mbaj mend, për shembull, kur keni bërë një këngë me Adelina Ismailin dhe pak më përpara e panë edhe publiku, mendoj që ndoshta ishte edhe shumë të paragjykuar me stilin të saj, po edhe me juve. Cilat ishin reagimet e kohës? Se sot më nuk ka këngëtare që nuk sillet ose nuk preformon ashtu siç bënte Adelina. Po atëherë ma merr mendja ishte goxha shokante, apo jo? Unë kam qenë edhe para pak si interpretator i nguruar ashtu në skenë. Nuk kam qenë i lirshëm shumë. Kujtohet kur e kemi incizu këngën, kam lut, Adelina të lutem pak më serioze se do vije shumë kesti, unë shumë si do vije, mirë po e ishtë natyra asaj që ajo i bante çdo gjë në skenë, ishte një artiste e madhe, edhe ishte një këngëtare, mund të them stilin e saj, pastaj filluan të gjithë këngëtaret, në thojza, disa nga këngëtaret ta imitojnë, por ajo tash patëm një rast që u takuam edhe shpalosëm ca kujtime së bashku, ka qenë një periudhë shumë e bukur, kemi pas shumë sukses me atë këngë, kemi bërë shumë koncerte jashtë vendit edhe në vend me atë, edhe është një kujtim shumë i bukur, një këngë e qëllume për kohën, po them drejtën, unë kur e shikoj atë spotin me te, pak edhe e ndroj kanalin, më duket vetja shumë, sepse thasha, ajo shumë kështu e lëvizshme, shumë vetja më duket pak si. I ngurt, publiku ka mundësi ta shove atë video, megjithatë, por rrethi shoqëria, a ju kritikojnë për guximin ndoshta atëherë, apo? Ja, s'kishte ashtu gjëra, po e komentonin, mendonin se Adelina, kështu po ti, thjesht kishte komente, pa tjetër që kishte. Atëre duhet të themi s'kishte rrjete sociale, se kishte pas rrjete sociale. Pastaj edhe s'kishte në stilin e Adelinës, mund të them ajo ka qenë ajo fillimtarja e atij stili që pastaj filluan edhe shumë këngëtare, sot nuk është interesant. Sot të gjitha i bëjnë veç atë që duhet nuk e bëjnë. Këngën, të jetë një këngëtare si duhet se bëjnë. Po s'ka lidhje ajo, ngelet publiku në ta gjykoja se ta vlesh. Për kohën ishte interesante, s'kish rrjete sociale, është e vërtet, s'kishte spote, se kjo këngë edhe spot nuk ka, po kjo është një qizim viti 3. S'ka pas spote as kënga me popularizume e grupit të Ne i falenderojmë të gjithë ata që janë pronar të këtyre videove, që paka shumë janë të vjetra, dhe i transmetojmë, po për shkak të intervistës besoj që kanë mirë kuptimin për këtë gjë. Sa vështirë ishte, edhe këtë e di, që ka qenë shumë vështirë të bësh edhe album. Nuk ka qenë shumë e lehtë, se teknologjia sot ka përparuar shumë, po entuziazmi dhe vizioni i artistëve, këtu dukeshte që kur s'ke kushte, në fakt të bësh muzikë ose art tjetër. Ishte problem të ekzistojsh atëre, kishte ca kriteriume, që më kujtohet vitet 90 kur i bëm këngët e para, televizionit Maqedonisë, ti falenderojmë Skender Raufit edhe Zikiria Fezullaj që ishte, që e kriju në dhanë një termin që për të bërë disa këngë, bënë ca spot, aty filloi nisma e grupit Elita 5, ishte vështirë, tash është shumë kollaj, tash i ke të gjitha në dorë, ndash për spot, ndash për këngë, ke para, bën çka dush. Atëherë kishte ca
gjëra që duhet kaloje, që t'jepet dritje shile ose dritje kuqe. Atëherë kemi fillu shumë grupe ka pas, nga Kumanova, nga Shkupi, për shkak kushteve më vjen keq që e ndaloj edhe aktivitetin grupi Math Telex nga për shkak që jo tash them për shkak që ekzistence, që sikush mu rrugën e vet, ishte një grup shumë premtues, një grup shumë i popularizuar. Në fakt ashtu si Juve edhe ai grup pa diskutim ka lënë gjurmë të mëdha dhe sot e kësaj dite apo përcillen. Ne arritëm që të mbijetojmë me këtë muzikë dhe sot jetojmë them shumë mirë nga kjo punë. Ato nuk e përballuan, do me thonë për fat të keq se ishin grup, unë i kam shok edhe i kam dëgju edhe i vazhdoj t'i respektoj Sati Jakupi një vokal që nuk ka, do shtë një trojet shqiptare, po ja, shkoj në Gjermani edhe ndaloj aktivitetin, e se patën sa koncerte, për nuk është ajo. Kur nuk je në rrjedha gjithmonë pak është vështirë që të rikthehesh. Okej, do vazhdojmë bisedën, do bëjmë ndërprerje këtu për arsye komerciale, se edhe ne duhet të mbijetojmë, po do të rikthehemi pak me histori edhe pak me gjithë ato përvojat personale që keni pasur. Pas pak rikthehemi në studio. Arif Ziberi, lideri i grupit Elita 5 në studio, pak jashtë kornizave, me gjithë atë bisedë e këndshme dhe me pesh për gjithë atë që i keni dhënë publikut për këto 30 vjetë. Dua të të pyes tani marrëdhëniet me grupin, se zakonisht kur funksionojnë grupet, të gjithë presupozojnë që është edhe natyra njerëzore, të ketë probleme, të ketë vështirësi. Fatkeqësisht nuk janë këtu që ti provokoj edhe ato pak, kështu që do të provokoj vetëm ty. Keni pas tensione ndonjëherë? Plotëherë, por nuk kemi dalë nga kornizat që ti themi njëri tjetrit. Po ato zonkat kanë qenë gjithmonë për të mirën e punës. Dhe me thonë për diçka rreth punës. Që karakteret ndryshme, mendimet ndryshme. Me thonë, ka pas zonka edhe sot e kësaj dite ka zonka. Ja, kur u këthyëm nga Tirana, në furgon, ishtë një atmosferë, thash veç në i qizoj e dikush, veç që i subom copë. Po është për të mirën e punës. Për çfarë grindesh? Për punën e punës, për performansën, se mund është të kështu, pëse që bo kështu, pëse ti e bone kështu, pëse ti e bone, janë ato gjithmonë. Kur kryohen këngë, çdo kush ka natyrën e vet, jep mendimin e vet, ti shpajtohesh, me thonë çdo herë ka. Po i te kalojmë, do me thonë nuk kemi kalu atë vinë e kuqe që të themi s'du të shofe as ti mua. Kush është më grindaveci në grup? Unë me virusin definitivisht. Jeni më grindaveci. A ju grindeni më shumë me zvete, apo grindeni ju të dy me të tjerët? Jo, unë a jemi grind shumë ma shumë para, edhe që jemi thjesht veç për punë jemi pa, po tash kanë ndryshu vitet e fundit me atë dalë çdo ditë në kafe, edhe kemi një kështu, edhe se ne sqarojmë edhe vetë pse jemi grind, ne di çka kemi pas. Ne u grindshim qërët heshin, s'bëshim abe. Edhe para, do me thonë, kemi qenë, më shumë jemi shoqëru, ndoshta tash edhe e bon edhe mosha, e bon edhe problemet familjare, familjet, fëmijët rriten, obligimet rriten, tash shumë rrallë shifemi, mund të thomë se shifemi veç kur kemi ndonjë punë, provë, kurse të kohën qëtër e kalon çdo kush në mënyrën e vet. Me interesat e veta. Ka pas dhe një rivalitet, për shembull kush ishte i pari i grupit. Tani, zakonisht këngëtari bie në sy më tepër për arsye të qarta, apo jo, se këndon, se gjithë fokusi është aty, por ka pas tensione të tilla, për shembull? Nuk mund të apër se këto kush do jetë lideri, si që thatë edhe vetë. Unë thëmë, Zoti ka dashur, unë jem këngëtari, tash për të mirë, për të keq, unë jam çaj. Edhe gjithmonë, për shembull, unë jam ai që jam në atë vinë e parë të betejës. Po, edhe për kritika edhe për të mira, apo? Po, duhet mos e mohojmë. Atë vullën edhe punën rreth grupit Elita 5 e ka bo virusi. Do me thonë, komponimet e gjitha janë të ati, këngët janë gjitha të ati, edhe unë nuk mund t'ja mohoj vlerat e që ka. Ndoshta është pak më prapavi nga unë, pa jo shumë i vlefshëm për grupin Elita 5. Të gjitha të këngët që kanë lidhë, duhet të themi se janë të virusit dhe vazhdojnë të jenë virusit, është një perfekcionist në punën e ti, një person që nuk e ke në trojet shqiptare, do me thonë, ku të shkojsh ajo është numër 1, jo për mu, e thunë edhe tjerët, edhe unë e gëzohem që e kemi grup, edhe më vjen mirë që e kemi grup. Në fakt, arsyeja që e bëj këtë pyetje është se në shumë vlerësime që unë mora, të gjithë
e theksojnë që ndikimi juaj në muzikë dhe sidomos si virusit ka qenë i Nexhat Mujovit virusit, ja themi emrin e plot, ka qenë sepse nuk është thjesht që ka bërë këngët tuaja, po thjesht ka bërë edhe shumë këngë ose ka ndihmuar në realizimin, në produksionin e këngëve të dhjetra këngëtarëve të tjerë. Kështu që prandaj impakti juaj është më shumë se sa ajo që ndoshta ne e njofim, apo jo? Po, është e vërtet. Ai punon, ka një studio të mrekullueshme, që e them ndoshta s'ka në Ballkan. Jo ndoshta, s'ka. Me thonë, kushtet janë perfekte për punon për gjithë estradën, edhe ka pas raste kur shumë herë vinë do kushtet edhe më mon një këngë si Elita 5. Unë thot ja boj, po tash, ama tingëllon si Elita 5, po vesh ta marr Arifin atër të botë, që unë çka do të bëj kje. Tash e mora pak një shembull kështu pa lidhje, po ai punon për gjithë estradën, po kur punon për Elitën 5 përgjegjësitë janë shumë të mëdha. Sepse i kam thonë edhe unë edhe ai e di, se punën tonë do ta vlerësoj dikush nëpërmjet grupit Elita 5, se thotë shohim se çka ka bëj për vete, se tash për kushtimin për të gjithë është, po kur bën për një grup që ke, do me thonë, edhe ai për kushtimi ti është maksimal, unë gjithë karrierën e time kam punu me atë, dhe se di si do t'ishte të kisha punu me tjetër këngë, do me thonë. Ndihem shumë i sigurt kur punoj. Jeni bërë si diçka e pandashme, e nevojshme madje, apo jo? E nevojshme, e mi di mundësit, se qaj unë kokën shumë për këngë, ata i thot këte mundesh, jam i sigurt, edhe nëse se kuptoj, me thonë, e di se sa mundem, e di ku mundem, e di, do me thonë, ma di natyren edhe jemi një grup kështu shumë që funksionon. Po kush është më i qeti i grupit që nuk bën asnjë problem? Agroni është themeluesi i grupit, bile shpeshere kemi cek, mos ishte Agroni, ndoshta edhe do përshashin. Po gjithmonë është ai që ka marrë iniciativën, pasi jemi zonë, që të na ule dhe na pajtojt, na të balansojt, bojet, ai ka qenë gjithmonë. Ajo është më i qeti i grupit, më i maturi që i matën gjanat, që nuk është për momentin eksploziv, si unë e virusi. Edhe ne jemi... Me gjitha të, kjo si duket është, ajo është energjia që edhe për cilni të koncerti, apo jo? Ku e di, ndoshta shiko, tash, jemi ma konkret. Ajo përgjithësia një koncertit bjen të këngëtari, pikës pari, se çdo kush do pret këngëtari çka do bëhet, tash grupi është i vlefshëm pa ato unë po ai shikimi është, vështrimi është te këngëtari. Edhe përgjithësia besoj se është pak më e madhe të unë. Dua të pyes pak për muzikën tuaj, do me thënë, është një lloj kombinimi i rockut, i asaj që ju e thatë, por edhe me motivet shqiptare. A është ky sekreti i suksesit? Në albumin e parë kemi provu një gjatë tillë, kemi përpunu një këngë. Ishte albumi parë në këngët e fjalët e Qiririt. Shëndruam, ke shumë e qelluar, vazhduam mandej me çka ka syri, diçka, vazhduam me sajzerën, u bë praktik që në çdo album një këngë popullore të përpunohet me një duet me një këngëtare. Do me thonë, u tregu shumë e suksesshme. Albumin e fundit e patëm Mimoza Shkodrën me një këngë shumë e bukur. Do vazhdo ndoshta edhe më të tjerë do të ketë. Nga një këngë ashtu e përpunuar. Frymëzimi megjithatë mbetet te folklori shqiptar apo jo? Definitivisht. Folklori i përpunuar pak në stil më ndryshe. E tani këto që ju kritikojnë në pagës në mënyrën e muzikës tonë që ndoshta bendi ka mbetur në ato vitet e 90-ta, fillimi i vitit 2000, të gjithë ju vlerësojnë, megjithatë mendojnë që mund të kishit një ndryshim pak stili, të modernizimit, të tingullit, të mënyrës se si mund të tingëllonte, ose në qoftë se krahasoj me grupet e sotme, për shembull të tingëllonte pak si shekulli 21, ta themi ose kështu. A i pranoni këto kritika? I pranojmë këto kritika, po pasi që një stil që është tregu i suksesshëm, ne kemi qenë grup që nuk kemi bën avantura. Koha, do me thonë, e ka dash kështu, hajtë bëjmë diçka. Ne jemi përmbajtur, ndoshta edhe ajo ka bo suksesin e grupi që kemi qëndru besnik stili që e bëjmë. Ka edhe nga ato që mendojnë ndryshe, është fakt, është mendimi atine, ne respektojmë, po ne do të vazhdojmë këtë stil, do të vazhdojmë këtë këngë kështu në këtë saj natyre që i bëjmë, besoj nuk është koha në këtë moshë që të ndryshë është diçka.
Ju të gjithë, shumica e ju prej grupit, keni dhe fëmijë që gjithashtu janë edhe muzikantë, ta që dikush i njeh, dikush nuk i njeh, sigurisht ata janë në fillim të karrierës. Po, ideja është, nuk ju bëjnë presion ata që ta ndryshoni pak stilin, ta modernizoni pak, ose të thoni, ja, pak me këtë si Maroon 5, apo kujtune, grupet e tjera, ta që më shkojnë në mendje, po hajtë mos i përmend. Si pak aty me fëmijët, ato na kritikojnë, bile mram elita vajza që këndon, më tha një kritikë, unë thash rrit, ti dhe më tregojsh, unë të shetë 30 vit, thash bëj karierë, ti gjeke di ishtë një debat. Po s'ka lidhje normal, ato ndjojnë muzikë tjetër. Janë ndikuar nga një muzikë moderne, nga një shikojnë tash rrjetet sociale, kanë grupe, koncerte, këngëtare, ashtu që natyra e tyre, edhe mosha e tyre e kërkon për një stil tillë. Po unë mendoj se moshën e kemi që ti qëndrojmë besnik këtij stili. E pa tani, nuk do pranojnë të gjithë këtë gjë, se thonë, për shembull, ja, edhe Rolling Stones, apo edhe Bon Jovi në një farë mënyre, apo edhe këto të tjerat, kur vinë një moment, marrin pak këto, bëjnë disa bashkëpunime me këngëtarët e të sotmes, me ata që janë më të ri, edhe për ta vazhduar karrierën, po edhe për të sjellë një krijim të ri. Pse kaq të ngurtë? Nuk mendoni që mund të eksperimentoni, ose ndoshta s'ka ardhur një këngëtar i brezit më të ri që t'ju ofroj një bashkëpunim për të krijuar diçka? Ne kemi qenë në koncertin e Bon Jovit në Minhen në Gjermani dhe e vërejta se prap atmosferën e krijonin ato këngët e vjetra, këto trejat pak skalonin si me thonë ishin mësu me atë që kanë bë bum me atë emën, me ato këngë, me thonë ishin më të kërkuara, më këngë që krijonin më shumë atmosferë. Ashtu që nuk do të them, ne kemi një këngë tash që kemi bërë Tornado, ajo del pak nga kornizat e grupit Elita 5, është një stil pak më dance, më send, në Shqipëri jo mega hit, se di pse, Kosovë pak më pak. Po dihet se sepse ju jeni të mëdhenj, kështu që jo, ndoshta edhe e boni edhe kujti, ndikojnë, për shembull kënga Më fal është më hit në Kosovë edhe në Maqedoni se sa në Shqipëri. Kënga Tornado është më hit në Shqipëri se sa në Maqedoni. Ndonjëherë ka të bëjë me shihet muzikore, sigurisht. Muzikore, ashtu që do t'i ngelimi këtij stili, mirë jemi. Kur jemi te muzika, ajo që mua më ka bërë përshtypje, kur komunikojmë këtu në Maqedoni, është që publiku maqedonas nuk ju njeh aq sa duhet. Po para se të përgjigjesh, propozoj regjis të dëgjojmë një anketë me disa qytetarë, më kanë ndihmuar kolegët e mi për ta bërë këtë anketën, dhe pastaj rikthehemi bisedës. Кой се Елита 5? Не знам. Не знаете. Фала. Дали знаете кой се Елита 5? Дали знаете кой е Елита 5? Елита 5, кой се? Извините, дали знаете кой се Елита 5? Не. Дали знаете кой е Елита 5? Не. Дали знаете кой се Елита 5? Елита 5. Познати ми са, ама не ми текна момента. Дали знаете кой се Елита 5? Елита 5? Да. Група нека е? Да. Албанска рок група? А, рок група? Да. То на Фейсбук ќе видиме. Кой се Елита 5? Елита 5 беше нека рок група Точно? од Тетово. Точно? Këtë shpet një farë. Po. Si mendon pse publiku Maqedonas nuk ju njeh aq sa duhet? Ndërkohë 30 vjet në Maqedoni, në Tetov, nga Maqedonia dhe prap si nuk ka kaluar në anën tjetër. Unë shpesher e them ishim në një shembull, e tregoj një organizatë qeveritare, kishte një temë diskutoje dhe naftoi mua e Besimit, ku kishte edhe Maqedonia dhe shqiptare, dhe këto shqiptarët të gjithë që e merr një fjalën, si shembull e ceknin grupi Elita 5 sa që fillova të ndihmë edhe në siklet. Çdo e dyta fjalë ishte lidhur. E thash njëri nga ato, pasi mbaroi than fal, shumë më përmendet, kush jeni ju? Thash si ti ndëgjon muzikë? Tha po. Thash ti shkon çdo shtet ku të jetë në botë, jo në Evropë, shqiptar, pyet ai një Elitën 5 dhe tregojnë ato ti në Maqedoni, thash se pa e ndëgju. Jo, tha e pranoj se ka ndëgju. Është fakt se di pse. Në Tetov besoj se na njohin, por pjesa tjetër e Maqedonisë. Po flasim në përgjithësi. A mendoni që nuk e di tash mediat sigurisht e kanë peshën e vet, po nuk jeni prezent aq sa duhet, nuk keni bashkëpunuar aq sa duhet? Si jo, bashkëpunim, si jo. Me gjithë muzikantët Maqedon kemi bashkëpunim me Vlatko Stefanovski,
producenti i albumit parë tonë, ka qenë në MTV, Kokan Dimushevski, Ile Bisolit, kemi bashkëpunu me foni që kanë qenë Maqedonë, të gjithë në njojnë, po pse nuk në njojnë, ndoshta edhe mediumet pak e kanë, s'kemi qenë shumë prezent, nuk në kanë ftuar që t'jemi prezent, edhe pse kudo që shkojmë prezentohemi shqiptarë Maqedonisë. Po, pa diskutim. Për shembull, ja ka evente që organizohen, të ndryshme, koncerte në përsheshin. Nuk merr një ftesa për këto koncerte. S'kemi pas sot ftesa, them drejtën, duhet ta them trosh. Ftesa s'kemi pas. Pse? Nuk e di. Ftojnë grupe tjera, grupe ndoshta se di pse ma 3 ose ma... Se di. S'kom përgjigje pse, edhe pse mendoj se tash që ishim një koncert, një vajzë qëlloj ati mu afru, apo një foto duke kënduar, thash po, tha unë jam, ishte Maqedone, tha jam nga Tetova, Maqedone jam, thash merë mirë, do me thonë ka që, po pse, se di. Zakonisht gjithmonë themi që arti, muzika i thyen disa barriera në shoqëri, edhe unë prapë do ta them, mua më ka bërë përshtypje kur një pjesë e madhe e njerëzve që na rrethojnë nuk e dinte, nuk ju dinte, edhe po megjithatë për të qenë pak autokritik, sa përpiqemi ne, jo thjesht vetëm juve në kuptimin e grupit, po edhe si shoqëri, për të promovuar, për të theksuar këto vlerat? Unë e kam lëviz në përshku, bile kam has edhe që njerës më mosh, që kanë qenë njerës më kanë dalë, më ka komplimentuar, të u kam dëgjuar, ju kam përcjell, jeni kështu, jeni ashtu, të tofta shisha, tha një Maqedone, në mosh, kur në dëgjoj ti kështu, dhe me thonë, nuk ka nuk du thëmë se s'në ndëgjojnë, gjëja e bukur, pa marë parësish fargjuar, është gjëja e bukur, është e bukur. Une për vetën time, për qëli estradën shqiptare, estradën Maqedone. Shka këngtare Maqedone, që nuk e njaf. E për qëli punë. Da ju pyes këtu tani, edhe pap do ju vëm pakës në siklece kë vlerësoni, kë nuk vlerësoni, me gjithatë duhet jeni të sinqert, po në fund ajo pjesa. Do kishit dash, për shembull, të bashkëpunoni me Lebi Sollën, me që e përmenë, me Vlatko Stefanovskin, me këto për të krijuar ndoshta edhe një krijim të interesant, për shembull, Migjen Kelmendi ka pasur do bashkëpunime me artistë të këtushëm, do me thënë... Të ne, Vlatko Stefanovskin, kemi uli, ne në promovimin e albumit tonë, a i kërkoj falje si shte në shtetë, ja bon ftesën që tjetë bile se kemi ftuar edhe që të merë pjesë në ndonjë nga projektet tona, me një pjesë të ati, që do ishte ndërë për neve, një emër si ajtë merë pjesë aty, të jemi ma konkret, bile ka qenë një ide e ati që të deportojnë Shqipëri, të bëjmë diçka bashkë Lebi Solli, Vlatko ja me neve në Shqipëri, që edhe Shqipëria ta njekë, që të thynë do një barierë, ashtu, me thonë, ka bisedime dhe me knacit madhe pse jo, një themi me gjitha. Si kemi ato... Ja, me që e keni koncertin, çfarë publiku do kishit dashur të koncertin? Tash, ajo, publiku nuk është, bile, atë di që dolem bileta shqitje, disa shoqe të vajzës kishin shku të marrin bileta, tha, babi s'ka bileta, se besova, ma dhe virusi më thiri dhe tha, s'ka mo bileta. Do me thonë, unë nuk e di qarë publiku dhe jetë aty në salë, besoj se do jetë publik që dhe nga përkraqe dhe këndoje, edhe që ndjemi të gjithë. Kjo është një moment i mirë për të bërë një koncert të dytë, doshta, me përderisa ka interes. Tash ishim edhe këj koncert do me thonë 30 vjetorin e festuam në Tiranë, festojmë Shkup edhe është në plan që të festohet në Prishtinë. Edhe jemi bisedime, bilat në atë do tjetë edhe Baton Haxhiu, do me thonë një ide është edhe nga që ditën e pavarësisë të Kosovës, shfaqim të Klan Kosova që ka një salë të mrekullueshme, që aty të bëjmë një koncert, një salë ku merë 1.300 vetë, e a i tha, ma lejoni mu, unë u garantoj, tha 3 natë me rentë, unë do t'ju ambush i salë. Tash, po, është në plan që edhe agjet, unë e di se kërkesat janë, unë jam shumë në halë që telefonin të hapë nga njerëzit, që më kërkojnë bileta, që i kam shok, i kam miqë, mu më kanë taku personalisht, arriv 5 bileta, tash për familjen tim. Edhe këtë pjesë nuk e kuptojnë shumica e njerëzve, mendojnë që kretë ju i keni në dorë, në fakt ka të bëjë me organizatorët, por është lajmi mirë në këtë fund vit që njerëzit
po shkojnë te muzika, po shkojnë te arti, për të mbushur pak në kontekste të tjera, që koncerti është i shitur, ose që s'ka bileta më. Domethënë kjo është për mendimin tim një nga zhvillimet më të mira të vitit. Do ta kap një temë, domethënë për fat të keq. Të gjithë këngëtarët është bërë tash bën një këngë, shkon në emisionet e Vitit të Ri dhe qëllimi kryesor i atij është kap sa më shumë darsme. Nuk është të bëj koncert, bëj diçka. Të gjithë është, atë ta garantoj. Me thonë, kështu koncerte si bëjmë ne, nuk bën kush për shqiptarëve, ta garantoj. Me thonë, kjo koncert. Në Tiranë të teatri të liqeni ka qenë koncert. Dhe me thonë, çdo kund do jetë tamam koncert si duhet. Për fat të keq, nuk e praktikon kush. Thot dikush s'ka interesim për koncert. Unë e kam pa në Tiranë. Do me thonë, njerëzit që vinë koncert me familjen, ajnë në diskotek, ose ku bën në një klub, ajnë nuk vjen. Me ja falë klubin, ajnë s'vjen. Po në koncert, 80% të atyre që s'vinë, ajnë koncert me kënaqësi dhe vi. Po ne duhet t'i mësojmë që njerëzit vinë koncert. Po ne duhet jemi ato që t'u afrojmë diçka, që ato të shofin koncert. Nuk është unë tash, foli tash do t'jem pak kritik. Unë e njoh këngëtar në të tof, edhe që janë profesoresha se që fitojnë tendere për Ministrisë Kulturës, bëjnë një shfaqje shkele shkot, detyrojnë zonësit me i obligojnë që t'ju vjenë aty edhe për t'i marë pare t'i fut në gjep. S'bot koncert ashtu. Në me thonë koncerti ka një koncert tjetër. Edhe për atë e them, ato që se din, nëse kanë shansë në të vinë shonë, si bënd një koncert, jo të mësohen, po të marrë një model, se edhe ne prej dikuj kemi marrë diçka që të bëjmë diçka. Dhe me thonë për të knaqë ajo do jetë po se partë, nuk diskutohet. Mendoj se do ju afrojmë publikut atë që gërkon dhe pret nga grupi Elita 5. Do jenë vetëm këngët e karrierës e këtyre 30 viteve, apo do ketë edhe diçka të re, materiale të reja? Do ketë këngët e grupit Elita 5, normale edhe këngët e, do me thonë, Tornado dhe këngët... Këngët që i ditë gjithë, apo jo? Gjithë albumet do t'i prekim nga pak. E keni bërë paka shumë... Do ketë një blok, do t'ketë me muzikë tamam kështu me gitara elektrike, pastaj me elektrike, me zhurmë, them une, pastaj një blok do t'jetë unplugged me gitara akustike pak. Pastaj prap do të vazhdojë, me thonë do jetë një laramani, besoj e bukur. Koncerti në Tiranë kishte shumë sukses, edhe në fakt Shqipëria në përgjithësi ju donë më tepër, jo se të tjerët nuk ju duan. Pse, çfarë mendoni, cila është arsyeja? Se di unë shpesher e them, jo tash mëse janë shkaloj Kosovën dhe Maqedoninë aty. Po kjo është një realitet tani për shembull, a? Unë vetëm i them shpesher, unë kur futem prej kufirit Shqipëri, atëre thom, pas kam bon karrierën diçka. Do me thonë respekti prej ati kufitarit, deri te fëmia më i vogël që të takon, unë se di, atë që kam përjetu në për Shqipëri, se kisha përjetu ato kënaqësit. Me thonë, edhe kujtoj në Sarandë, kur më ka taku një grue të edhe të sa vjetë, kujtoj atë. Thonë një në asaj, më pa, ertë më përqafoj, më puthin balë edhe më tha, unë e tha edhe me vdek, ta ndëgjoj zërin tonë të në gjallën. Do me thonë, ka diçka ma bukur për një artist. Me thonë, Shqipëria me të vërtet edhe vazhdojnë, na duan shumë, na ndëgjojnë shumë, na gërkojnë shumë edhe na vlerësojnë shumë. Po edhe Kosova, edhe Maqedonia, normal, unë të tofë nuk pres diçkush pëse unë jam çdo ditë me ato njerëz, që vjen interesant. Po sigurisht se aty jenë në përditshmëri apo jo. Zyrtar aty erdh pishin kafe, tha me i thonë një shoqes time, a shokut tim në Shqipëri se i kam Elitën 5 pi kafe, tha ajo nuk e beson. Me thonë, se di pse, ama është normale që në një qytet ku je, që vjen interesant njerëz. Okej. Do të rikthehemi edhe me pjesën e tretë të programit, me një herë pas shkëputjes. Na ndiqni. Arif Ziberi, lideri i grupit Elita 5 në programin 200. Tham, ja, edhe ju e përshkruat pak më herët se sa popullor jeni ndoshta më tepër në Shqipëri, edhe këtu në Maqedoni pa diskutim, po a e konsideroni veten të famshëm edhe të privilegjuar se ju njohin njerëzit, se edhe e bisedum pak para programit këtë pjesë, po dua që edhe publiku ta di. Si e shihni veten kur unë e shoh shumë normal. Kur ju njohin njerëzit, ja kur ju ndalojnë në rrugë. Po është e kënaqësi, po unë e shoh veten që punoj një punë që Zoti e ka dashur ta kem këtë punë që e kam pas ëndër. Ëndra më është realizue, e kuptoj si punë, jo si dikush të më njohë, jemi famshëm.
famën nuk e përcaktoj unë, e përcakton publiku, njerëzit. Edhe normal që vjen mirë që po ka raste kur ndonjëherë do të ikish dikun pi. Po, a të bezdisin, a ka ndodhur momente të bezdisesh? Po ka momente, them, nuk është bezdi, është kënaqësi, po ka momente ndonjëherë kur do njeri tjetë vetë. Që thjesht të rije me një shoqëri ose me familje. Po më shumë e kemi problem në Shqipëri. Edhe kur shkojmë pushime në Shqipëri e kam me të vërtet problem që edhe jo se jam dikushi, po ka që e vërej vetën se gjithë shikojnë, ta ti s'di si cilës, si televizi, si që jetë pak në presion, Është kjo thënia për njerëzit që janë më të famshëm, që thonë disi janë të mallkuar, domethënë me fat dhe të bekuar që kanë sukses, se tregon që profesioni i tyre është i suksesshëm, por nga ana tjetër të mallkuar se asnjë nuk mund të kenë atë privatësinë e duhur. E ka tepruar publiku më tepër se ç'duhet? E di unë që ti dhe jeshi mirë se publiku të do, po prap. Është pak presion, them drejtën se për shembull e di se çdo herë ku lëvizën një shënjestër, që dikush edhe ajo të krijon vetes që mos jesh aq edhe i lirë edhe normal, ndjehet ai presioni, po unë jam tip shoqërues. Unë me fansat e mi ulem pi kafe, ulem diskutoj, bisedoj, i respektoj. Ose i respekti është i dyshëm. Bët një lloj vlerësimi pak a shumë për muzikën sot, për ata këngëtarët e rinj që më tepër duan të shkojnë në dasma, ndoshta është mënyrë e mbijetesës, edhe kjo është normale se edhe dasmat do duhet të kenë këngëtar apo jo, që të gëzojnë. Po tash duhet të të pyes pak për muzikën e sot, me pas 30 vjetësh. Fillimisht kështu, pse mendoni që nuk ka shumë grupe aktive një? Ka shumë pak grupe në skenën shqiptare. Nuk ka njerëz të mjaftueshëm që t'i blejnë albumet e tyre që ata të mbijetojnë, apo nuk ka njerëz që din të funksionojnë si grup edhe të kenë krijimtari? Kam vërejt të këto të rinj që duan çdo gjë të vijë sa më shpejt. Edhe paraja, edhe çdo gjëja, edhe pastaj vjen deri te devijimi i muzikës, shkojnë drejtim tjetër. Domethënë ka të ri, une duhet qenë ma të guximshëm, ma korekt ndaj punës që bëjnë, do me thonë të kenë durim, sepse çdo gjë nuk vjen për shumë shpejt, duhet krijuar diçka për... Do me thonë, une shoh edhe sa këngëtar, e kanë gabim, për shembull dalin, ka bërë 2 këngë, 3 këngë, merr nëpër emisione, merr guximin edhe kritikon. Dhe thjesht duhet të ketë njëri respekt ndaj punës secilit. Kush janë artistët e të sotmes, ndoshta që janë pak më të rinj, të cilët i vlerësoni vërtet shumë? Ka plot, ka. Me emra tash. Po me emra më ka plot. Mendoja të zhanrit tim në përgjithësi. Në përgjithësi të cilin ju e respektoni, po edhe me zhanrin tuaj. Unë them drejtën gjeneratën time, atë vjetrën, do me thënë gjeneratën, i respektoj, me ato jam kontakt, me ato ulem pi kafe, i respektoj edhe si këngëtar, edhe si njerëz, edhe ato më respektojnë, na respektojnë të gjithë, nuk mund të thamë, bile dirisa e të çuditem gjithaj respekt i kolegëve tonë, do me thënë kërkush elitën pesh, kështu të themi, nuk e kritikojnë për diçka, gjithë kanë respekt, gjitha nuk e dija, nuk e thonë para... Po e shoh se jemi nga ato të vlerësuar, emna ka plot, do të harroj do një, kur do të filloj tire... Tani bëhesh si politikan, ato? Po ja, për zotin, si të filloj do t'jenë shumë, do të harroj dikun, do t'i ngele tatër. Po kam shumë. Çfarë gjinie muzikore për këtyre të rejave tani ndoshta është më afër jush, të them? Rapi për shembull është një trend, apo miksimi, apo house, apo muzika elektronike? Duhet të themi, rapin shqiptarët e bëjnë shumë bukur. Rapi është tash numër 1 të shqiptarët, të 3, do me thonë, edhe ka këngëtarë që me të vërtet e bëjnë bukur. Mund të them shqiptarët janë të parët në balkon për rap muzikë. Do me thonë edhe bëjnë edhe nacionalitetet tjera, po më duket se nuk t'inglon e repi si t'inglon të shqiptarë. E bëjnë shumë mirë, është në trend, kam publik, edhe qajnë rrugën e tyre, edhe pse une shpesher ndëgjojnë nga fëmijët e mishe, edhe ato ndëgjojnë rep, futemi në vetull, shënë diçka, ndro, jo është ajo që... Do kështë bashkëpunu me këto repistët dhe një? Po, se jo, ndonjëri që ka pas një ide që të bëjmë një këngë rock rap, ka pas një ide që nuk u realizua, por nuk do të thotë se s'mund të realizohet. Do kisha dëshirë që të realizohet. Hajde ta bëj kështu tash. Dua Lipa apo Rita Ora? Për mua, për momentin, Dua Lipa. Të dija jonë, po për momentin thash. Dua Lipa është ajo që është numër 1 në botë,
që o nominua dhe tash për dishmime, se është një arritje Është edhe shumë e madhe. Beberegja? Edhe Beberegja, edhe era... Po prapë, edhe era i Strefi. Do me thonë, në artën e muzikës jemi shumë lartë. Edhe Stanaj, që është një artist tjetër që po Ne jemi shumë lartë në nacionalitetet qera, për emnën fushën e muzikës botërore. Do të qemi korekt. Ti është numër 1 i botës, edhe unë personalisht edhe baban se e ka këngëtar. Duka Gjin Lipa është këngëtar që ka qenë në grup me Valon Gashin, gitaristin tonë, dhe me thonë ka një tradit muzikore. Nuk është rastisht aty ku është, i dëshiroj sukses edhe ato kanë jonë dhe duhet të krenohemi ne me ata. Duhet të krenohemi. Pa diskutim. Kretë në fund, po më vërim në fund, në qofë se do të kishe zgjedhur, do shojmë një anketë të vogël pas përgjigjes tuaj, cila është kënga më e preferuar Elitës 5 për ju? Repertuari i grupit? Po, për ty. Ka shumë këngë, po une shpeshere, këmë thonë, më bojmë i mërzicëm, po vule edhe pasaporta e grupit Elita 5 është nuk jam Al Capone. Ajo që e ka njofte edhe jashtë Maqedonisë, Kosovë, Shqipëria, diaspora, kemi bo këngë shumë më të bukura, bile shpeshere virusit i thonë, bon një këngë si more thëtë nuk e di edhe si e kam bo, si ka qëllu që tjetit. Nuk është në një këngë që thotë dikush nga ana muzikore është perfekte, po ja, ajo ka kap. Në me thonë edhe është e me e kërkuara në për koncerte për momentin. Duam, ne apo s'duam. Ja ta dëgjojmë çfarë thot publiku, një anketë vogël në për Shkup, pikërisht për pak a shumë me këtë pyetje e ngjashme. Hala, mundet këngën tuaj të preferuar të Elitës 5 në ditë? Jo, nuk mundet. A nuk keni asnjë? Kemi shumë, nuk mund t'i veçojmë. Ndonjëherën që të pëlqen më shumë ti që ke dëgjuar? Besoj gjitha i kanë shumë mira për momentin kështu. Al Capone, po Tornado. Falë, kënga ju e preferuar të Elitës 5? Elitës 5, a? Po. Po falë, është ajo. Po falë. Preferuar e kja? Po, ata e kam shumë. Kam shumë kom kitë Elitës... Ndonjëherë që të pëlqen pak më shumë që... Krejtë më pëlqejnë, asë një asat që së më fundi pëlqejnë. që ke ngju pak më shumë. Krejtë i ku ngu, së unë jam gjenerata tina, krejtë i ku ngu. Cilën këngë keni preferuar të Elitës 5? Jo, Al Capone është njëra nga ato. Pak a shumë gjashëm, njerëzit s'po t'i veçojnë, po Al Capone veçohet. Veçohet sepse Al Capone është ajo thash pares që edhe mirë po, jo nuk do të thotë se kemi bo këngë edhe më të mira se ajo, po duhet të ceket se ajo këngë, bile që është me interesante për kohën edhe spot s'ka pas, po është ndigju shumë, dhe me thonë. Para spot, këngën nuk e kanë pa, e kanë dëgju, kur s'ka pas spot, edhe tash, kur hasim, thot, dikush në kafe, thot e pa, qëfar spoti kish bo, filon këngëtari ose këngëtari, potencion spotin për fat keqe, nuk thot far këngë kish bo. Në fakt edhe unë, një video që e kemi, që po e luajmë edhe pikërisht me Al Capone, pak a shumë edhe me këtë këngë dhe përfundojmë edhe emisionin, është e vjetër, është nga një koncert më tepër se sa një spot, pa nuk do kishit dashur të bëni disa për këtyre hiteve ti, si Arif Ziberi, po edhe grupi, në qoftë se do kishe mundur të ndryshosh diçka nga këto 30 vite. Unë për vetën time, them s'kisha ndryshuar kur gjo. I them edhe shokve shpesher, në me thonë e kam realizuar një andër që si fëmi e kam pas edhe që kam unë njeri të kërkoj më shumë kur punon një punë që e ka me dëshirë, me vullnet, me pasion, një punë që e ka pas andër një tjetër. Ma e mira, besoj të gjitha i ka arrit grupi Elita 5, si koncerte, si nxizime, si programe, si kemi shërtit e Europën, që me dhe një profesion tjetër nuk do kisha mund të përjetoj ato përjetime që mi ka afru muzika, do me thonë, dhe kjo është ajo. Arif Ziberi, të falenderit shumë që ishe pjesë e programi 200 edhe njëherë më duhet të theksoj grupi Elita 5, Agron Idrizi, me Vaip Mustafi, Besim Ibrahimi, si dhe pa diskutim Nejat Mujovi Virusi. Ju falenderit për muzikën, si shdo kishte thënë edhe kënga e grupit ABBA, për këto 30 vjetë. Ne këtu jemi në fund të programit, në këtë fund viti të dashur teleshikues. Realisht ishte kënaqësi edhe për mua për ta bërë këtë intervistë. Unë do të them edhe diçka që falenderit për ftesën, pranova ftesën, respektin që kam për juve, si gazetar, si emision, pasi që
nuk isha pranuar tash këto 2 ditë, po për respektin i madh që kam për ju. Faleminderit shumë dhe me këto fjalë ju dëshirojmë një vit të këndshëm, një vit pa shumë strese, pa shumë halle, me një të ardhme ma mërmendja më të mirë dhe pse jo një vit me shumë muzikë, se muzika i përmbledh të gjitha. Me më pak politik, më shumë muzikë. Deri në vitin e ardhshëm, nga unë Azim Rashidi, mirupafshim.